Exit pollet dje dështuan të mërshëm. Baton Haxhiu, UBO dhe Pipos përsuan një dështim epokal. Huqja më e madhe më eklatante e tre exit pollëve ishte Mitrovica. Hajme dhe çka ka ndodhur. Mënyra se si dështuan në anketim është një katastrofë për kredibilitetin e Baton Haxhiut, UBO-s dhe Pipos. Gjatë tërë ditës së djeshme, analistë të ndryshëm të afërt ose me PDK-n ose kundërshtarët e Fatun Pecit shkruanin statuset që Mitrovica po shkon pa bollotazh, që po kryet me të parën, që fitoria shumë e thellë e kështu me radhë. Ishte një tendencë me orientu votuesin drejt PDK-s, duke kriju një klim fituese për Arjan Tahirin. Ata besonin se kështu votuesit e papërcaktuar do të shkonin me fituesin. Njëkohësisht me shpresën që do karajon votuesin e VV-s e Guxos duke mos dalë me votu për Fatën Pecin, pse me dalë me votu për DK kur tashmë dihet fituesi. Kjo ishte gjatë kohës së zgjedhjeve. Pas mbylljes së votimit të tri këto exit polle prognozuan se Arjan Tahiri PDK-s del fitues pa ballotazh dhe me një rezultat të madh. Dhe pastaj edhe krejt debati në media ishte një formtallje me Pecin. Ishte një eufori pro PDK-s e Arjan Tahirit. Kishte edhe doza krenarie, krahasime banale, ndjenja partizane pro PDK-s dhe ironi me deklaratat e Albin Kurtit për gomën rezervë. Në fund doli që në Mitrovic do të ketë ballotazh dhe se dallimi mes Tahirit e Pecit është vetëm 28 vota. Fitoria e Arjan Tahirit u zben nga kjo frymë dhe nga analistët në studio. Pasi KQZ-ja shpolli rezultatet preliminare, analistët e kuptuan që gëzimi ishte i hershëm. Dolën qesharak edhe analistët me gëzimin e tepruar, edhe exit pollet me huqjen e madhe e masive. E nisën pasaj një ndërmarrje tërheqe duke u habit me rezultatin. Sipas meje, kjo huqje ndodh për dy arsye: ose gabim në metodologji e ndarje të mostrës, ose respondentët nuk janë treguar të sinqertë. Është edhe një mundësi e tretë që s'du me besu. Krejt këto exit polle janë pjesë e një tendence për me orkestru dhe orientu votën, duke bo propagandë për një partije në ditën e zgjedhjeve. Ama një gjash i sigurt, tash e tutje kredibiliteti exit polleve ka pësu goditjen më të madhe në historitë Kosovës.